Përshëndetje. Ju uroj një javë të mbarë dhe të mirë. Para 8 viteve e gjys mu ofru kjo mundësi me punu kudo, me këndo dhe kurdo. Vetëm me pas internet. Okay? Do me thëmë, kur e thëmë kudo, me këndo edhe kurdo, atëhere është një mundësi në 32 shtete, se mundesh me ndryshu 190 shkollë, vetëm duhet vetë besimi, edhe duhet me pas një pse po do me ndryshu. Ka shumë arsyet, ti e din ato arsyet e tuja, kështu që nëse je një prej tyne, nëse jeton 32 shtete, edhe ki qef me punu kështu njajtë si kurune për i bashkës, edhe me shiu jetën, atëre ki mundësin, mos më ngura, provoje, me hup nuk ki kur gjo me hup, dhe me thonë vetëm me përfitu, njajtë si kur në punë shteti që punon ose për shefin, sa punon edhe fiton, njajtë është edhe këto, nëse ki fëmi të vagjel, dhe me thonë me fëmi mundesh me punu, kur dush, me këndush. Kështu që mos haroni se shtresi është faktori parë, dhe ke plus, pse mi mungu fëmis tanë? Pse mes me marrë ko për fëmin tanë? Pse mes me marrë babi për shambull, që thojnë gjithmonë babi është musafir të shtëpia? Pse? Kur mundeni me punu, s'pashko. Prej shtëpis, me fëmi, kudo që jeni, edhe me shetit botën. E di që është pak si fantazi me ndoni, po është e mujshme, se është një film gjermane, në 32 shtete që është e njohne, do me thonë EU, që ka jenë shtetet në EU, është, do me thonë, edhe Zvicra, edhe që sështë, në EU, do me thonë, është edhe Norvegjia. Kështu që mundeni me fillu kudo me këndo. Është UK, Skandinavia, Beneluxi, Turqia, Shqipëria, për flasë, do me thonë, për ata që jetojnë aty e kuptojnë, edhe pse mes me fitu, ose pse mes me jetu, po me mbi jetu, a jemi na robota, a duhemi me jetu në këtë jetë. Kështu që nëse të thët diçka, nëse ki të spaku pak vetë besim, edhe thush, okej, do me thonë s'ki me huk kur gjo, prej zerës kun fillu në para 8 viteve gjys, ma ofroj kontabilisti, edhe kështu që ofroj edhe unë juve, edhe ju mundeni mja ofru dikuj tjetër, edhe jemi gjithë lumëtën, pse ju është një film gjermane që 40 vite është në treg, edhe na ofron mundësi punon për neve, do me thonë 1300 punëtor janë që punojnë për neve. Kështu që çdo biznes fillon me diçka që të ofron. Ne ofrojmë produkte bionatyrale për shëndetin, që i respektoj shumë. Ushqim, do me thonë dash me shtu pesh, dash me hum pesh, edhe për bukuri, nëse do me mbajt bukuri. Unë jam shtash për balë djelit, edhe jom ly me krema pa hemikalje. Nëse të thot diçka, atëhere besoj që se shumica po thojnë edhe prej kundër diellit kremave është rrezik, se po vinë shumë smundje të lëkurës, kështu që unë e di çka po mdore, e di çka ju ofroj, kështu që edhe ti mundesh me marrë besimin njëjtë si kur unë edhe mi u ofru njerëzve tjerë. Shpresoj që s'ju kanë pengu automobilet, kështu që nëse do ma shumë info, lejeni koment këtu ose shkryjmë privat, ose mundesh edhe në Instagram me më shkru atifet_draga, aty mundemi me folë edhe me telefonu. Nëse të thët diçka, atëhere je i mirë së ardhëm, ndimojt për krahi, deri sa të bosh i panvarur. Sonte në ora 20 e kemi shkollën, si gjithë herë të haneve, edhe atëhere merë ko 2 orë një javë për me mësu qysh mundesh edhe ti me punu. Qarë. Ju përshëndes, kaloni mirë, shijojeni jave, shijojeni ditën, merrni vitamin D edhe se jeni ma pozitiva. Okay? Njerëz negativa nuk na duhen, me njerëz pozitiva punojmë, edhe një person që e ka një pse. Pse do në me ndryshu? Nëse e din psehin, atër ki me arrit kulmin e suksesi. Ciao, ju përshëndes. Qësi.